Ish fusha e mbetjeve në Lushnjë po merr një pamje të re. Për disa ditësh, Bashkia e Lushnjë nëpërmjet punonjësve të Drejtorisë së Pasurisë Publike ka nisur riabilitimin dhe mbjelljen e pemëve në një sipërfaqe prej 5 hektarësh, e cila dikur shërbente si pikë grumbullimi mbetjesh. Zona po transferohet në një hapësirë të gjelbëruar. Deri më tani janë mbjellë rreth 1000 rrënjë pishash, ndërsa projekti parashikon që e gjithë sipërfaqja të mbyllet me rreth 3000 rrënjë pisha dhe fidan drurësh dekorativ. Ky investim synon të ndryshojë tërësisht pamjen e zonës, duke e kthyer atë në një pikë të re çlodhëse për qytetarët. Ndërmarrja e pasurisë publike do të vendosë gjithashtu stola dhe hapësira pushimi për qytetarët, veçanërisht për të apasionuarit pas ambienteve të gjelbra. Punimet po zhvillohen në drejtimin e drejtorit të pasurisë publike Elson Zeka. Në një komunikim jashtëkamerës, ai u shpreh se zona do të rikthehet qytetit si një hapësirë e gjelbëruar dhe funksionale për komunitetin. Sipas tij, puna nuk do të ndalet këtu, pasi bashkia synon që jo vetëm në qytet, por edhe në njësitë administrative dhe fshatra të krijohen mini parqe dhe hapësira të gjelbra në shërbim të qytetarëve, veçanërisht për moshat e treta.